Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Lufta kundër korrupsionit kërkon qasje të bazuar në fakte, lista të qarta të rreziqeve dhe vigjilencë të vazhdueshme institucionale, është apeli i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj. Gjatë fjalimit në konferencën globale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për përdorimin e të dhënave në matjen e korrupsionit nga Selia OKB-s në New York, Fetaj nënvizoi se korrupsioni nuk luftohet me supozime, me intuit apo me ndërhyrje të rastësishme, por përballet me fakte, me vigjilencë institucionale dhe me një përkushtim të palëkundur ndaj interesit publik. Largohet një tjetër antar i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. I jep dorëheqjen gjykatësja kushtetuese Jadranka Anastazovska. Nga gjykata thuhet se bëhet fjalë për shkaqe shëndetësore dhe personale. Ajo u zgjodh antar e gjykatës kushtetuese më 12 tetor të vitit 2023. Gjykata përbëhet nga 9 gjykatës. Kryetari në zgjedh gjykata nga radhët e gjykatësve një mandat 3 vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjes, ndërsa gjykatësit i zgjedh kuvende me një mandat 9 vjeçar, pa të drejtë rizgjedhje. Me këtë largim, gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut mbetet me 7 antar, pasi ende nuk është plotësuar vendi i mbetur bosh nga shkarkimi i gjykatëses Elisabeta Dukovska. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron ndryshimin në Këshillin e Përgjithshëm drejtues partisë. Në kryetari i BDI-s Arben Rademi tha se në Kongres do të ketë vendime të përgjegjshme sipas pritshmërive të opinionit. Një parti e përgjegjshme, shtetformuese, serioze, e cila ka legitimitetin e pakontestueshëm të shqiptarëve në vend, sigurisht se pritet që të kemi vendime të përgjithshme të cilat përkujnë me kërkesat e opinionit. Ndër të tjera ju ndalet tek rizgjedhja e Ali Ahmetit në krye të partisë më të madhe opozitare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë kongres sigurisht se do të kemi rizgjedhje të zotit Ali Ahmeti për kryetar të partisë. Sigurisht se do të kemi edhe zgjedhje të antarëve të Këshillit të Përgjithshëm. E pastaj zgjedhjet tjera do të burojnë nga organe tjera, nga Këshilli i Përgjithshëm do të zgjedhet kryesia e Këshillit Përgjithshëm e kështu me radhë. Deklaroi Arben Rademi në kryetarin e BDI-s. Opozita maqedonase rifillon strukturimin. Dorëheqjen e LSDM me propozim të kryetarit të partisë Venko Filipçe, nënkryetare, sekretari i përgjithshëm, sekretarët organizativ, si dhe të gjithë anëtarët e bordit ekzekutiv dorëzuan dorëheqjet në Këshillin Qendror dhe te kryetari i partisë. U tregua një akt i qartë solidariteti dhe shoqërie, dhe ata e pranuan propozimin për dorëheqje formale individuale. Unë së bashku me secilin prej tyre, duke përfshirë edhe njerëzit që deri tani ishin në kryesinë ekzekutive, por dhe persona të tjerë së bashku, do të bëjmë një freskim të ekipit, deklaroi kryetari opozitares maqedonas LSDM Venko Filipçe. Shërbimi qeveritar në Maqedoninë e Veriut pranon rëndimin e gjendjes shëndetësore të kryeministrit Histria Mickovski. Në këtë kusht është njoftuar anullimi i pranisë së tij në forumin afaristë të Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në forum marrin pjesë mbi 200 kompani dhe së paku 300 punonjës që ka për qëllim intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik. Përpara mbajtjes së forumit në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryetari i qeverisë dhe ministri për marrëdhëniet mes bashkësive Stolković dhe zëvendës kryeministria e qeverisë së Republikës së Serbisë dhe ministri i ekonomisë Adriana Mesarović nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit. Më herët ata kanë vizituar 2 kompani, ndërsa në deklaratën për mediat vlerësohet potenciali për bashkëpunim mes 2 shteteve, posaçërisht në pjesën e industrisë ushqimore. Rajoni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon 22 subjekte për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Në certifikim mungon lista serbe. Ajo mori 2 vota pro, 2 kundër dhe 5 abstenime. Kreu Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi dhe anëtarja serbe votuan pro, ndërsa 2 anëtarë të lëvizjes Vevendosje votuan kundër. Zyra rekomandon PCZ-s që certifikoj subjektin politik Srpska Lista. Kush është për? Kush është kundër? Ndërsa Nismë Social-Demokrati është dhënë 1 ditë kohë për plotësim të listës së nënshkrimeve në mënyrë që të ketë mundësi më pas të certifikohet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se kanë aplikuar 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Përfaqësuesi Berlini zyrtar në Prishtinë kritikon vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për mos dekretimin e listës serbe në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ambasadori gjerman në Kosovë, Reinhard Rudolf, kërkoi që procesi zgjedhor të jetë i lirë nga manovrimet e aktorëve politik. Një postit në rrjetet sociale, Rudolf deklaroi se i vjen keq për sjelljen penguese të disa anëtarëve të KQZ-s në refuzimin për të certifikuar listën serbe për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme.
Rekomandimi për certifikimin e listës serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, mori vetëm 2 vota pro, 2 kundër dhe 7 abstenim gjatë një mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lista serbe mund të ankohet ndaj këtij vendimi në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kritikave ju bashkangjitet edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Kryeministri Albin Kurti refuzoi të komentojë deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi mos certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas ambasadës amerikane, të tilla veprime dëmtojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e Shteteve të Bashkuara, përfshirë rifillimin e dialogut strategjik mes dy vendeve. Të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, ishte thirrja e ambasadës amerikane në Prishtinë. Ish deputeti Lëvizjesve Vendosje, Armend Muja, mori raportime se më 28 nëntor Kosova importoi energji elektrike nga Serbia. Sipas tij, nga të dhënat e deri tanishme rezulton se importi nga Serbia është më pak se 1%. Nga 2020 e këntej, fillimisht Slovenia dhe së fundmi, në 3-4 vitet e fundit është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Në konferencën për media, Muja akuzoi dhe qeverisit e kaluara se në kohën e tyre ky import dominonte. Ka të thënë nga 2008 deri ka koha kur nikin me armë të pushtet. Është importi i energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominuar. Importi i energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent. Furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur nikin me armë të pushtet. Qeveria e Kosovës njeh ngërçin e krijuar në grevën e shërbimit të transportit publik në Prishtinë. Ministri i Detyrës Financave, Kuran Murati, deklaroi alokimin e mjeteve në kategorinë mallra dhe shërbime në vlerën prej 2.7 milionë euro. Ky fond është i destinuar për pagesën e operatorëve të transportit publik, sipas vendimit të Kuvendit të Prishtinës. Kjo pjesë është proceduar veçmas nga pjesa tjetër prej 25.9 milion euro e projekteve kapitale në mënyrë që të kryhet me prioritet, sepse kapitalet, duke qenë në shumë linja, marrin kohë më të gjatë dhe nuk do të ishte mundur të kryheshin sot, apelon Kuran Murati. Për javësh punëtorët e transportit publik qëndruan në grevë për të marrë pagat e prapambetura. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Fillon shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët në Shqipëri. Vendimi u njoftua nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit. Përmes rrjeteve sociale, Delina Ibrahimaj premton 15.000 lekë shpërblim për pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë dhe kategori të tjera përfituesish për pensionet që marrin deri në 20.000 lekë. Përfituesi janë rreth 762.000 pensionistë, për e tyre rreth 620.000 marrin një pension pleqërie, të tjerët marrin pension social, invaliditeti, familjar, trajtim të veçantë financiar, si minatorët e nëntokës, punojësit e ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarakët të pension të parakohshëm. Përblimi mund të tërhiqet deri më 30 qershor 2026. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon hetim nga Prokuroria Publike Europiane dhe Prokuroria Mbretërisë së Belgjikës në lidhje me tenderin për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Në një konferencë përshtyp nga Selia Blu pas arrestimit dhe lirimit të ish komisioneres europiane Federica Mogherini, kryedemokrati Berisha kërkoi të hetojnë komunikimet e saj me kryeministri Rama me telefona të koduar si Sky ECC Matrix, të cilët kanë vërtetuar se Rama I ka përdorur në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar. Ju bëj thirrje këtyre institucioneve të hetojnë marrëveshjen e fshehtë Rama Mogherini për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët, SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje dhe në veçanti të hetojnë komunikimet e tyre me telefonata të koduar Sky ECC Matrix, të cilat është vërtetuar se Edi Rama I ka përdor në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar, siç është rasti Mek Gonigal. Ministri e Europën dhe Punët e Jashtme Lisa Spiropali gjatë takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s mbajtur në Bruksel rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për mobilitetin ushtarak dhe rolin qendror të korridorit të tetë si arterie strategjike e gatishmërisë së NATO-s. Ne dhe aleatët mbetemi të përkushtuar në modernizimin e infrastrukturës, harmonizimin e procedurave dhe rritjen e kapaciteteve për lëvizje të shpejtë si kontribut konkret për sigurinë kolektive të aleancës, shkruan ministria. Në takim diskutohet rëndësia strategjike e avancimit të lëvizshmërisë së trupave dhe pajisjeve ushtarake në rajon, si dhe ftesa shqiptare për të mbajtur një takim ministerial të vendeve nënshkruese në fillim të vitit të ardhshëm në Tiranë.
Diskutimet mbi rrëcinë e korridorit të 8 si një element për përmirësimin e lidhjes infrastrukturore, mobilitetit strategjik ushtarak u konfirmuan dhe nga Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut. Gjatë mbërritjes në takimin e shefave të diplomacive të vendeve anëtare të Aleancës në Bruksel, Timço Moçumski pranoi se në diskutime janë jo vetëm korridori 8, por dhe Ballkani Perëndimor, si dhe ndikimi i madh nga Rusia, Kina dhe aktorë të tjerë të përfshirë. Apeli i Moçumskit erdhi pas takimit me homologun italian Antonio Tajani. Bota. Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian arrin marrëveshjen mbi një rregullore që parashikon një ndalim gradual dhe ligjërisht të detyrueshëm të importeve të gazit natyror të lëngshëm deri në vitin 2027. Marrëveshja e arritur nga ligjvënësit të martën vonë në mbrëmje për kontratat afatshkurtëra të lidhura përpara 17 qershorit 2025 parashikon ndalimin e importeve të gazit të lëngshëm rus nga 25 prilli 2026 dhe nga 17 qershori 2026 për gazin e transportuar nëpërmjet tubacionit. Për kontratat afatgjata për importin e gazit të lëngshëm, ndalimi hyn në fuqi nga 1 janari 2027 siç parashikohet dhe në paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë. Sa i përket kontratave afatgjata për importin e gazit rus përmes tubacioneve, ndalimi do të hyjë në fuqi më 30 shtator 2027 me kusht që kapacitetet e magazinimit të gazit jenë të mbushura mjaftueshëm dhe jo më vonë se 1 nëntori 2027. Komisioni Evropian propozoi një rregullore për të ndaluar importet e gazit rus në vend të sanksioneve, pasi rregulloria mund të miratohet me shumicë të kualifikuar, ndërsa sanksionet kërkojnë pëlqimin unanim nga të gjitha shtetet anëtare. Pa rezultat pesor bisedime midis presidentit rus Vladimir Putin dhe negociatorit të lartë presidentit amerikan Donald Trump. Një zëdhënës i Kremlinit tha se takimi në Moskë ishte konstruktiv, por pjesë të planit mbeten të papranueshme për Rusin. I dërguari special i Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndri presidentit Trump, Jared Kushner, morën pjesë në bisedime pas disa javësh diplomacie intensive që synonin përfundimin e luftës. Ekipi amerikan nuk ka komentuar pas largimit nga Moska. Me herët Putin tha se ndryshimet e propozuara nga Kievi dhe Europa në një plan paqe të mbështetur nga SBA ishin të papranueshme, duke shtuar se nëse Europa dëshiron të shkojë në luftë dhe e fillon një të tillë, Rusia është gati. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio pretendon se është arritur një farë progresi në bisedimet SBA-Rusi. Në intervistë për Fox News, ai deklaroi se janë përpjekur të bëjnë dhe mendojnë se është arritur një farë progresi. We have tried to do, and I think have made some progress, is figure out what can the Ukrainians live with that gives them security guarantees for the future, they're never going to be invaded again, allows them not just to rebuild their economy, but to prosper as a country, be a country that has an economy that grows. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara shpresojnë që kompromisi do t'u lejojë ukrainasve jo vetëm të rindërtojnë ekonominë e tyre, por dhe të lulëzojnë si vend. Ndër pikat e mëparshme që përbëjnë gërç janë kërkesat e Kremlinit që Ukraina të heqdorë zyrtarisht nga aspiratat e saj për t'u bashkuar me NATO dhe që Ukraina të dorëzojë territorin në rajonin Donbas të Ukrainës lindore që është aneksuar por ende jo i pushtuar nga Rusia. Gjermania teston armën e re supermbrojtësi, sistemin izraelit Arrow 3. Mediat në Gjermani shkruajnë se bëhet fjalë për sistemin më modern të mbrojtjes ajrore të stacionuar në Holzdorf. Kjo nënkupton se për herë të parë Gjermania mund të shkatërrojë raketat jashtë atmosferës përpara se ato të arrijnë në territorin e saj. Në këtë drejtim bëhet e ditur se forcat armatosura gjermane po investojnë rreth 4 miliard euro nga fondi i tyre i posaçëm në sistemin e mbrojtjes, shitja prej gati 4 miliard eurosh. Euro 3 Gjermanisë e konsideruar marrëveshja më e madhe e eksportit të mbrojtjes në historinë e Izraelit, u nënshkrua në shtator të vitit 2023. Sistemi Euro 3 është projektuar që të shkatërrojë raketat balistike, ndërsa ato janë ende jashtë atmosferës. Thuhet se sistemi ka rrëzuar qindra raketa balistike të lëshuara drejt Izraelit nga Irani dhe grupi Houthi i mbështetur nga Irani në Yemen gjatë luftës në Gaza. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.